Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Një zjarr i madh ka përfshirë një kompleks banimi pranë QSUT-s në Tiranë, duke shkrumbruar 30 apartamente dhe shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Policia ka arrestuar 4 persona dhe ka proceduar penalisht disa të tjerë, mes tyre administrator dhe drejtues punimesh të objektit. Hetimet paraprake tregojnë se zjarri dyshohet të ketë nisur aksidentalisht nga mbeturinat pranë një marketi në katën e parë të Godinës. Një ngjarje e rëndë është regjistruar pas ditën e së martës në zonën pranë QSUT-s në Tiranë, ku një zjarr masiv përfshiu një kompleks të madh banimi, duke shkaktuar panik mes banorëve dhe dëme të mëdha materiale. Flakët, të cilët u përhapur me shpejtësi në disa kate të Godinës, kanë shkrumbuar 30 apartamente, ndërsa një pjesë e konsiderueshme e ndërtesës ka mbetur e pabanueshme. Banorët janë evakuuar menjëherë nga forcat e policisë dhe zjarrfiksit, të cilët ndërhyjnë në kushte të vështira për shkak të përhapjes së shpejtë të tymit dhe flakëve. Zona vijon të jetë rrethuar dhe nën kontrollin e policisë, ndërsa ekspertët e zjarrfiksëve, prokuroria dhe inspektoriati i përgjithshëm po kryejnë verifikim për të përcaktuar shkaqet e sakta të ngjarjes. Një grup i posaçëm pune po dokumenton dëmet dhe rrethanat e plota të incidentit. Nga hetimet paraprake është konstatuar se zjarri dyshohet të ketë nisur aksidentalisht në një grumbull me turinash pranë një marketi në katën përdes të kompleksit. Megjithatë, kjo mbetet ende për të konfirmuar nga ekspertiza përfundimtare. Në kuadër të hetimeve, policia ka arrestuar 4 persona, përfshirë administratorin e kompleksit të pallateve, menaxherin e marketit, inxhinierin drejtues të punimeve dhe administratorin e subjektit që ka realizuar punimet e fasadës së objektit. Gjithashtu janë proceduar penalisht dhe pronari i kompanisë ndërtuese, një person i kontraktuar për ndërtimin e kompleksit, si dhe 2 punonjëse të marketit, ku dyshohet se ka nisur vatra e zjarrit. Ndaj të gjithë të dyshuarve rëndojnë akuzat për shkelje të rregullave të sigurisë në punë dhe shkatrim të pronës me zjarr nga pakujdesia, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht përgjegjësitë ligjore dhe shkaqet e incidentit. Këshilli për rregulloren e mandatet dhe imunitetin u mblodh për të shqyrtuar propozimet e socialistëve për ndryshimet në rregulloren e kuvendit. Opozita kundërshtoi nisjen e procedurës, duke kërkuar publikimin e vendimit përfundimtar të gjykatës kushtetuese. Në fokus të debateve janë ndryshimet që prekin kohën e fjalimeve të deputetëve dhe procedurat e përshpejtuara për ligjet e integrimit. Këshilli për rregulloren mandatet dhe imunitetin është mbledhur për të shqyrtuar nismën e mazhorancës socialiste për ndryshime në rregulloren e kuvendit, një proces që ka sjellë debate të forta mes palëve politike. Është propozuar reduktimi nga 10 minuta në 5 minuta, është një çështje që është për të diskutuar, mund të ketë propozime të tjera. Ne si propozues thjesht duam të hapim këtë diskutim. Opozita ka kundërshtuar nisjen e procedurës së shqyrtimit të amendimeve, duke argumentuar se më parë do duhet të bëhet publik vendimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese, e cila sipas tyre ka rrëzuar më herët ndryshimet e bëra në rregullore dhe rekonstruktimin e komisioneve në fillim të kësaj legjislature. Ne nuk e dim çfarë ka shkruar, çfarë do të shkruaj ose çfarë po shkrua ndërkohë gjykata kushtetuese. Dhe që tha zoti Strazimiri, ata kanë lirinë e tyre që ta interpretojnë kushtetutën në mënyrë të plotë dhe duke na imponuar neve rregulla për mënyrën si ndryshon rregullori. Demokratët shprehen gjithashtu kundër përmbajtjes së ndryshimeve të propozuara nga mazhoranca, të cilat ruajnë numrin e komisioneve parlamentare, por parashikojnë shkurtimin e kohës së diskutimeve të deputetëve nga 10 në 5 minuta, si dhe kalimin me procedurë të përshpejtuar të ligjeve që lidhen me procesin e integrimit evropian. Jo vetëm tim, po dhe gjykimin tonë si opozit, janë amendamente që do vazhdojnë të deformojnë edhe më shumë mënyrën e funksionimit brendshëm parlamentit, reduktimin e hapësirave të deputetëve individual dhe të opozitës. Debatet në mbledhje kanë qenë të shumta, ndërsa në përfundim të diskutimeve kryeparlamentari ka garantuar anëtarët e Këshillit se nuk do të hartohet raport për seancën plenare pa u zbardhur më parë vendimi i gjykatës kushtetuese, duke lënë procesin ende të hapur për shqyrtim të mëtejshëm. Në kuvend ka nisur diskutimi për ndryshimet në ligjin e shtetësisë shqiptare të propozuar nga Tauland Balla. Propozimet parashikojnë krijimin e një mekanizmi të ri për dhënien e shtetësisë për të huajt në raste të veçanta me interes shtetëror. Ndryshimet janë kundërshtuar nga opozita, e cila ngre shqetësime për përqendrimin e kompetencave. Në komisionet parlamentare ka nisur shqyrtimi ndryshimeve të reja në ligjin për shtetësinë shqiptare, të propozuar nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Në nenin 9 të tij
është parashikuar mundësia e fitimit shtetësisë shqiptare në rastet veçanta kur Republika e Shqipërisë ka interes në fusha ndryshme, arsimi, shkenca, arti, kultura, ekonomia apo dhe sporti. Personi të cilit i jepet shtetësia përmes naturalizimit për interes shtetëror përjashtohet nga detyrimi për të pasur njohuri gjuhës shqipe të historisë apo kohën e qëndrimit në Republikën e Shqipërisë. Nga ana tjetër, opozita ka shprehur kundërshtime të forta ndaj nismës. Deputeti Dritan Shehu ka deklaruar se ndryshimet cënojnë ekuilibrat institucional dhe rolin e presidentit në procesin e dhënies së shtetësisë. Unë mendoj se ky ligj bie ndesh me interesat kombëtare. Bie ndesh me vlerat e vendi, deformon vlerat e vendi, deformon historinë e vendi, kulturën, traditën e këtij populli. Kërkon të zëvendësojë shqiptarët me të huaj këtu. Do ta dëgjojnë shqiptarët gjë. Kërkon të vazhdojë të përzëri shqiptarët, kanë ikur 40% e popullsisë. Nuk është kështu. Çdo vend ka një është krenar për kombësinë e vet dhe kur e jep titullin e kombësisë, dikujt ka shumë kritere që lidhen me vlerat, jo më vetëm atë heqjen që keni bërë të sigurisë, por që lidhen me gjuhën, me kulturën, me historinë, me tradicionin. Kjo është kudo në gjithë botën. Kjo ndodh kudo në gjithë botën. Të bësh këto do të thonë respektosh historinë e vendit tënd, vlerat e vendit tënd, vlerat e kombit tënd. Ti shkelësh me këmbë do të them. Hap dyert, mbush vendin. Në një kohë që ne zbrazim vendin nga shqiptarët, po përzën shqiptarët ikin, kërkojmë të mbushim vendin në të ardhur të tjerë. Unë nuk kam asnjë gjë për asnjë kombë, për asnjë popull. Por rreth parë kam mbroj vlerat e vendit tim, popullit tim, kombit tim. Po kur gjon atë lloj fjalimi me papërgjegjshmëri dhe pa tu dridhur buza, kur flet Kodra Masbregut dhe nuk e di fare për çfarë është ligji, dhe sot jemi në kushtet që Mirlin Daku nuk i takon dot prindrit e tij në atje ku luan, sepse ai shteti ku luan nuk ja pranon dot pasaportën e Kosovës dhe i duhet padyshim prindërve të tij, fëmijët, babait vet, ketë pasaportën e Shqipërisë që të shkojë takojë birin në apo këtë këngën që do vinë të huajt këtu, ngeli Shqipëria ta mbroshti. Të kompensojë atë duke prishur gojën është problemi i tij dhe nuk ka pse të ndyjë gjithë komisionin. Debati pritet të vijojë në komisionet parlamentare dhe më pas në seancë plenare ku mazhoranca dhe opozita pritet të përplasen sërish mbi këtë nismë ligjore. Dita e tretë dhe fundit e samitit të 4 të diasporës u zhvillua në Tiranë me fokus te trashëgimia shpirtërore dhe identiteti kombëtar. Përfaqësues të komuniteteve fetare shqiptare u bashkuan në një mëngjes vëllazërimi ku mori pjesë dhe kryeministri Edi Rama. Gjatë ditës u diskutua roli i diasporës në integrimin evropian, ruajtja së gjuhës shqipe dhe forcimi i lidhjeve institucionale me Shqipërinë. Dita e tretë dhe përmbyllëse e samitit të 4 të diasporës nisi me aktivitet simbolik, mëngjesi i vëllazërimit në kuadër të sesionit me temë trashëgimia e së shenjtës, që i referohet pasurisë shpirtërore dhe kulturore të lidhur me besimin dhe identitetin kombëtar shqiptar. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të gjitha komuniteteve fetare shqiptare, të cilët u bashkuan në lutje për shqiptarët dhe flamurin kombëtar në një mesazh simbolik uniteti dhe bashkëtesës fetare. Në Amerikë. Zot që bekojnë dhe shëndrojnë të bekojë flamëtorit tonë, dhe shpëtojë shtetin tonë dhe popullin tonë nga çdo rrezik dhe shtangice, drejtojë në udhën e dritës, të lisit të përparimit në anëhin tonë. O Zoti i Madhërisëm, forco harmoninë ndërfetare, që çdo besimtar shoh të jetë si vëlla e motor dhe çdo zemër të rra në emër të paqes. Nuk munguan lutjet edhe për pushtetarët që të jenë më të përgjegjshëm në vendimarrjet e tyre. Bekoj përëndi qeverinë shqiptare, kryeministrin, bekoj përëndi çdo qytetar të këtij vendi përëndi dhe lutem sot Zot, që të kemi përëndi si kemi harmoni fetare, Zot, kemi Zot dhe unitet midis njëri tjetrit, Zot, sepse Shqipëria nuk është as kujt, por është e jona, Zot. Në vijim të punimeve të samitit përmes paneleve të ndryshme u trajtuan çështje që lidhen me rolin e diasporës shqiptare në procesin e integrimit evropian, nevojës për politika më të mira, për riadhesimin e emigrantëve si dhe rëndësia e standardizimit dhe certifikimit të gjuhës shqipe në diasporë. Një vëmendje veçantë u kushtua edhe diasporës historike, veçanërisht arbëreshëve të Italisë, të cilët përfaqësojnë një nga shtyllat më të rëndësishme të ruajtjes së gjuhës dhe kulturës shqiptare ndër shekuj. Pjesëmarrës dhe përfaqësues të komuniteteve arbëreshe ngritën shqetësimin për rënien e përdorimit të gjuhës, duke theksuar se nga një komunitet prej rreth 200.000 banorësh që flisnin arbëresht, sot numri është reduktuar ndjeshëm. Ata apeluan për masa konkrete për përfshirjen e gjuhës në kurrikulat shkollore dhe mbështetje institucionale për ruajtjen e saj.
Gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e avokatëve për të thirrur si dëshmitar kryeministrin Edi Rama në dosjen Partizani. Në proces do të dëshmojë dhe kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla së bashku me persona të tjerë të thirrur nga palët. Çështja lidhet me akuzat për korrupsion dhe pastrim parash ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha dhe disa bashkëpunëtorëve të tjerë. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka pranuar një sër kërkesash të palëve në procesin penal të njohur si dosja Partizani, ku po gjykohet ish-kryeministri Sali Berisha, dhënë drejtia Marbo Maltezi dhe 4 të tjerë të akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash. Në vendimin e saj të ndërmjetshëm, gjykata ka pranuar kërkesën e mbrojtjes për të thirrur si dëshmitar kryeministrin Edi Rama, i cili pritet të japë shpjegime në cilësinë e tij të mëparshme si kryetar bashkie i të Tiranës në lidhje me ndryshimet e pretenduara të destinacionit të ish-kompleksit sportiv Partizani në funksion sportiv dhe ndërtim. Gjithashtu, si dëshmitar në këtë proces, është thirrur dhe kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla, i cili së bashku me 2 persona të tjerë pritet të dëshmojë pari në 30 prill në seancën e radhës gjyqësore. Nga ana tjetër, gjykata ka pranuar edhe kërkesën e SPAK-ut për të thirrur si dëshmitar ish-kryeministrin Sali Berisha dhe Marbo Maltezi, ndërsa ka rrëzuar kërkesën e mbrojtjes për të dëshmuar një hetues të Byros Kombëtare të Hetimit. Seanca e fundit ka shënuar mbylljen e fazës së kërkesave paraprake, ndërsa me 30 prill pritet të nisë shqyrtimi në themeli provave dhe dëshmive në këtë proces. SPAK pretendon se Berisha ka ndikuar përmes akteve ligjore dhe vendimarrjeve në procedurat e privatizimit të ish-kompleksit Partizani, me qëllim favorizimin e përfitimeve për familjen e tij, akuzat të cilat janë mohuar nga të pandehurit, duke i cilësuar si politike. Seanca në themel për dosjen ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe të pandehurve të tjerë nuk u zhvillua sot në gjykatën e posaçme. Shkaku bë moszbatimi i urdhrit të gjykatës nga drejtoria e burgjeve për njoftimin personal të pandehurve. Seanca e radhës u shty për me 27 prill. Seanca gjyqësore në themel ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe të pandehurve të tjerë për dosjen që po shqyrtohet nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk u zhvillua ditën e sotme dhe u shty për një datë tjetër. Shkak për shtyrje u bë mosbatimi i urdhrit gjyqësor nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve, e cila nuk ka realizuar njoftimin personal të pandehurit Erion Veliaj. Sipas gjykatës, shkresa për njoftim është marrë nga punonjësi i institucionit, por nuk është provuar që kryebashkiaku të jetë vënë realisht në dieni. Gjykata thekson se njoftimi personalit pandehurve është detyrim ligjor dhe element thelbësor për vijimin e procesit, duke konsideruar mungesën e tij si pengesë procedurale për zhvillimin e seancës. Avokati i mbrojtjes deklaroi se klienti i tij ka shprehur vullnetin për të përfaqësuar edhe në mungesë, por sipas tij mungesa e njoftimit dhe mosdorëzimi i plotë i materialeve hetimore cënon të drejtën për mbrojtjen efektive. Nga ana e tij, prokurori i posaçëm Altin Dumani e cilësoi situatën si të pazakontë dhe kërkoi verifikim të menjëhershëm administrativ për të përcaktuar arsyet pse drejtoria e burgjeve nuk ka përmbushur detyrimin ligjor, duke kërkuar gjithashtu identifikimin e përgjegjësve. Gjykata urdhëroi që institucioni i burgjeve të informojë zyrtarisht mbi shkaqet e mosnjoftimit dhe shtyu seancën për datë 27 prill. Gjatë seancës u trajtua edhe çështja e fashikujve hetimor, ku mbrojtja pretendoi se nuk janë vënë në dispozicion të gjitha materialet e dosjes. Gjykata sqaron se disa prej fashikujve i përkasin të pandehurve të tjerë në të njëjtën procedim të lidhur. Me urdhër të SPAK-ut është zhvilluar një operacion i gjerë antidrog i shtrirë në Tiranë dhe disa qytete të tjera të vendit. Gjykata e posaçme ka lëshuar 11 masa sigurie mes tyre edhe për persona të njohur për policin. Hetimet lidhen me trafik ndërkombëtar droge dhe pasuri me vlerë miliona euro. Me urdhër të prokurisë së posaçme është zhvilluar një operacion antidrog i shtrirë në Tiranë dhe në qytete të tjera të vendit në kuadër të një hetimi për një grup të strukturuar kriminal me aktivitet ndërkombëtar. Me vendim të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, janë lëshuar 11 masa sigurie të kërkuara nga prokurori i çështjes Alfred Sheu, mes personave ndaj të cilëve është vendosur mas sigurie figuron dhe Jetmir Pepa, i njohur edhe me emrin Marashi. Për Pepën nuk konfirmohet ende nëse masa e sigurisë është ekzekutuar pasi operacioni vijoi
Emision dhe kontrollet janë ende në zhvillim. Ai është një emër i njohur për autoritetet pasi në janar 2025 u shpall në kërkim pasi dyshohet se ka qelluar me armë zjarri gjatë një koncerti festiv në Parkun Olimpik të Tiranës. Sipas njoftimit zyrtar të SPAK-ut, në kuadër të këtij hetimi janë sekuestruar rreth 2 milion euro pasuri të ndryshme, përfshirë persona dhe asete të dyshuara si të përfituara nga aktivitetet kriminale. Hetimet kanë zbuluar gjithashtu se grupi dyshuar kriminal ka trafikuar në disa episode rreth 7.5 ton kokainë nga Amerika Latine drejt vendeve të Europës duke përdorur rrjete të organizuara shpërndarje ndërkombëtare. Operacioni vijon ndërsa autoritetet pritet të dalin me detajet më tejshme mbi ekzekutimin e masave të sigurisë dhe rezultatet e plota të aksionit. Bordi i Transparencës ka rishikuar sërish çmimet e karburanteve në vend duke ulur naftën dhe benzinën në 24 orë. Ndryshimet kanë hyrë në fuqi që nga ora 13:30 të së mërkurës, ndërsa luhatjet në bursat ndërkombëtare vijojnë të ndikojnë drejt për drejt tregun vendas. Situata ka sjellë pasojë edhe në transportin publik në Tiranë, ku shoqata ka nisur reduktimin e flotës së autobusëve. Pa kaluar ende 24 orë nga vendimi më parë, Bordi i Transparencës ka ndërhyrë sërish në tregun e karburanteve duke rishikuar çmimet në rënje. Sipas vendimit të fundit, nafta do të shitet me 207 lekë për litër, duke psuar një ulje prej 8 lekësh, ndërsa benzina është reduktuar në 174 lekë për litër. Ndryshimet e reja kanë hyrë në fuqi duke filluar nga ora 13:30 të mërkurës, duke reflektuar një dinamik të shpejtë të vendimarrjes së bordit. Në tregjet ndërkombëtare, çmimi i naftës Brent ka rënë nga $99 në $95 për fuqi, ndërsa sipas bursës Platts të mesdheut, çmimi ka zbritur në 1.403 në $1.315 për ton. Këto luhatje janë reflektuar menjëherë edhe në tregun vendas, ndërkohë efekti i kostove të larta të karburantit ka sjellë pasoja të drejtpërdrejta në transportin urban në kryeqytet. Shoqata e transportit ka nisur reduktimin me 40% të flotës së autobusave në qarkullim, duke shkaktuar rallë të gjata në stacione dhe vonesa për qytetarët. Përfaqësuesit e shoqatës së transportit qytetas dhe ndërqytetas deklaruan se deri tani nuk është ndërmarrë asnjë masë mbështetëse nga institucionet, pavarësisht kërkesave të përsëritura për subvencion apo lehtësim fiskal. Policia e Vlorës ka arrestuar 3 persona të dyshuar për kanosje dhe zhvatje në një 30 vjeçari. Sipas hetimeve, autori i kanë marrë viktimës një shumë parash dhe automjetin personal. Pas kërcënimeve, operacioni u finalizua pas denoncimit të riut dhe ndërhyrjes së shpejtë të policisë. 3 persona janë arrestuar nga policia e Vlorës të dyshuar si autor të një rasti kanosjeje me qëllim zhvatjen e një shume të konsiderueshme parash dhe marrjen e një automjeti. Operacioni policor i koduar Strajk ka çuar në pranga shtetasit Mahmut Balikçi, Alteo Grabovaj dhe Mehmet Hoxha të moshave 22 dhe 26 vjeç, të 3 banues në qytetin e Vlorës. Sipas hetimeve paraprake, këto shtetas dyshohet se kanë kanosur një 30 vjeçar duke i kërkuar 30.000 euro, ndërsa gjatë ngjarjes kanë arritur t'i marrin edhe automjetin personal. Ngjarja është denoncuar nga veti dëmtuari, i cili ka kallëzuar në polici se gjatë qëndrimit në një lokal në Vlorë është afruar nga 3 të ri, të cilët e kanë kërcënuar dhe më pas i kanë marrë paratë dhe automjetin. Menjëherë pas kallëzimit, shërbimet e policisë së Vlorës kanë ndërhyrë duke bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e autorëve të dyshuar si dhe sekuestrimin e automjetit të grabitur. Mjetet, materialet procedurale dhe dëshmitë e mbledhura janë referuar prokurorisë së Vlorës, e cila do të vijojë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe përgjegjësive ligjore të arrestuarve. Një banore nga Kurbini ka hyrë në ambientet e SPAK-ut duke kërkuar hetim për një konflikt pronësie që sipas saj zgjat prej vitesh. Ajo akuzon Bashkinë e Laçit dhe kryebashkiaken Majlinda Cara për përvetësim të pronës së saj. Policia ndërhyri për të shoqëruar jashtë ambienteve të institucionit dhe udhëzoi të depozitojë kallëzim me shkrim. Një ngjarje e pazakontë është regjistruar në ambientet e prokurorisë së posaçme ku një banore nga Kurbini ka hyrë brenda godinës duke kërkuar drejtësi për një çështje pronësie që sipas saj vijon prej shumë vitesh. Bëhet fjalë për Drane Gjokën, e cila akuzon Bashkinë e Laçit dhe kryebashkiaken Majlinda Cara se i kanë përvetësuar pronën, duke pretenduar se janë shkatruar dhe marrë pronat që zotron prej dekadash. Sipas dëshmive të saj, konflikti lidhet me një pronë ku ajo jeton që nga vitet 90 dhe për cilën thotë se disponon edhe vendim gjykate në favor
të saj, por pavarësisht kësaj, pretendon se prona i është marrë me urdhër të autoriteteve lokale. Banorja është futur në ambientet e spakut përmes kangjëllave, ndërsa ka kërkuar të flasë me drejtuesit e institucionit dhe të bëjë kallëzim. Në pamje dëgjohet teksa i drejtohet punojësve dhe policisë duke kërkuar dhogari për çështjen e saj. Ku janë oficerat? Policia, ati tash djeni, hikani! Oficerët e sigurisë kanë udhëzuar se kallëzimi duhet të bëhet në mënyrë zyrtare dhe me shkrim sipas procedurave ligjore, ndërsa ngjarja ka tërhequr vëmendjen për mënyrën e pazakontë të paraqitjes së saj në institucion. Në gjimnazin Aleksandër Mojsiu, panajeri tradicional i nxënësve u kthye në një festë të kulturës dhe bashkëpunimit ndërkombëtar ku përveç traditës shqiptare, spikati, solidariteti i nxënësve austriak dhe një gest simbolik që emocionoi të pranishmit. Një atmosferë festive, plot ngjyra, traditë dhe emocione, ka përfshirë gjimnazin Aleksandër Mojsiu në Kavaj, ku panajiri i përvitshëm i nxënësve këtë herë erdhi më ndryshe se kur më parë. Ambientet e shkollës u shndruan në një hapësirë të vërtet etnografike. Në çdo kënd, nxënësit kishin sjellë punën e tyre: gatime tradicionale, produkte të zonës, punime artizanale, vizatime e skulptura, duke i dhënë jetës shkollore një dimension kulturor dhe identitar. Por kjo fest nuk ishte vetëm shqiptare. Për krah nxënësve Kavajas, këtë herë ishin edhe bashkëmoshatarët e tyre nga Austria, të cilët prej muajsh kishin punuar për një projekt të përbashkët, një projekt që sot u materializua në mënyrën më domethënëse. Ata sollën me vete mbi 200 pajisje kompjuterike, të mbledhura, restauruara dhe përgatitura nga vetë nxënësit si një dhuratë për shkollën shqiptare. Ky akt nuk ishte thjesht një ndihmë materiale, por një shembull i pastër solidariteti dhe bashkëpunimi mes të rinjve përtej kufive. Një detaj që i dha edhe më shumë peshë këtij projekti ishte mënyra se si këto pajisje mbërritën në Kavaj. Transporti u realizua nga zjarfikës vullnetar austriak, të cilët përshkuan një rrugë të gjatë prej rreth 24 orësh, duke mbuluar vetë të gjitha shpenzimet. Një sakrificë e rrallë, e bërë jo si detyrim, por si akt vullneti dhe përkushtimi. Ky gjest u vlerësua si një shembull i jashtëzakonshëm humanizmi dhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të institucioneve vendore, drejtues të arsimit dhe përfaqësues të ambasadës së Austrisë në Tiranë, të cilët theksuan rëndësinë e kësaj nisme. Drejtori i zyrës arsimore, Enver Biturku, u ndal tek vlera e këtij bashkëpunimi, duke e cilësuar si një model që duhet të vijojë. Ky projekt është më shumë se sa një bashkëpunim teknik. Është një kapitull i bukur në marrëdhënien e gjatë e të qëndrueshme midis Shqipërisë dhe Austrisë. Sot ne nuk inaugurojmë vetëm pajisjet. Sot inaugurojmë një vizion, inaugurojmë një model bashkëpunimi që tregon se kur ka vullnet, kur ka seriozitet dhe besim, rezultatet nuk mungojnë. Le të vazhdojmë të besojmë, të punojmë fort e të ndërtojmë ura, sepse arsimi nuk është vetëm dhe thjesht një prioritet, por është e ardhmja jonë e përbashkët. Ai vlerësoi gjithashtu kontributin e nxënësve dhe mësuesve austriak, të cilët përgatitën dhe transportuan pajisjet me përkushtim të veçantë. Nga ana e tij, kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, u shpreh se kjo shkollë vazhdon të ruajë identitetin dhe traditën e saj ndër vite. Do të ngelet vetë si t'ju falenderoj miqve tanë që kanë nga Austria, që kanë bërë këtë dhuratë kaq të bukur, kaq të mirë për stafin pedagogjik, për studentët, para se u fusja, kur po takoja të ftuarit që kanë ardhur dhe kanë disa ditë, 3 apo 4 ditë në Kavaj, dhe më thanë që jemi manit nga mikpritja. Absolutisht nuk ngela fare i surprizuar, sepse Kavaja ka ngjen mikpritjen dhe do vazhdoj ta ketë, pavarësisht se kush është kryetar apo kush nuk është kryetar. Kavaja realisht buron nga mikpritja, nga dashamirësia, nga humanizmi për njerëzit, për vendin dhe aq më tepër për miqtë që vijnë nga larg dhe kontribuojnë për vendin tonë. Ne sot jemi pak a shumë në prag të 70 vjetor dhe Bashkia Kavaj ka marrë masa absolute dhe do bëhet disa ndërhyrje në infrastrukturë për të qenë sa më komod dhe për të qenë sa më mirë në këtë 70 vjetor, fiks siç i ka hije dhe identiteti të kësaj shkolle dhe këtij emri kaq të madh.
Ai theksoi gjithashtu mbështetjen e bashkisë për arsimin dhe për projekte që sjellin zhvillim për të rinjt. Përfaqësuesit e shkollës austriake nënvizuan rëndësinë e këtij bashkëpunimi, duke e cilësuar si një përvojë të vlefshme për nxënësit e të dy vendeve. Një projekt bashkëpunimi mes nxënësve austriak dhe shqiptar është përmbyllur me sukses pas më shumë se një viti pune. 28 nxënës, të fokusuar në fushën e mediave dhe teknologjisë së informacionit, kontribuan në mbledhjen, riparimin dhe rindërtimin e kompjuterëve, të cilët më pas u dërguan në Shqipëri. Gjatë projektit, nxënësit bashkëpunuan përmes rrjeteve sociale dhe videokonferencave, duke krijuar lidhje miqësore dhe shkëmbime të vlefshme përvojash. Transporti i pajisjeve u realizua me mbështetjen e institucioneve lokale, ndërsa mësuesit dhe organizatorët luajtën një rol kyç në realizimin e tij. Ky projekt konsiderohet një shembull i suksesshëm i bashkëpunimit ndërkombëtar në arsim, duke kontribuar në forcimin e marrëdhënieve dhe në përgatitjen e të rinjve për të ardhmen. Ata theksuan se nxënësit austriak kanë punuar për më shumë se një vit në përgatitjen e pajisjeve, duke krijuar jo vetëm një projekt teknik, por edhe një urë miqësie. Ndërkohë, përfaqësuesja e ambasadës së Austrisë në Tiranë, konsulja Eva Miqli, vlerësoi bashkëpunimin mes dy vendeve, duke theksuar rëndësinë e shkëmbimeve ndërkulturore dhe arsimore. Ky bashkëpunim përfshin shkëmbime ndërkulturore mes nxënësve, si dhe projekte konkrete që forcojnë lidhjet mes dy vendeve. Në kuadër të projektit më të fundit, nxënësit e një shkolle profesionale në Austri kanë mbledhur mbi 200 pajisje teknologjike, të cilat janë dhuruar për gjimnazin Aleksandër Mojsiu dhe shkolla të tjera në Kavaj. Pajisjet synojnë të përmirësojnë kushtet digjitale dhe të krijojnë mundësi të reja mësimi për nxënësit. Gjithashtu, nxënësit dhe mësuesit austriak kanë ndihmuar në instalimin dhe vënien në funksion të tyre. Për të ndihmës konkrete, projekti ka një rëndësi të veçantë në forcimin e miqësisë dhe shkëmbimit mes të rinjve, duke kontribuar edhe në afrimin e Shqipërisë me familjen europiane. Festës i ushtua edhe më shumë gjallëri nga performancat artistike, ku grupi vallëve të qytetit solli në skenë ritmet dhe traditën shqiptare. Në përfundim, të ftuarit vizituan panairin, duke vlerësuar punën dhe kreativitetin e nxënësve, ndërsa bashkëbisedimet mes të rinjve shqiptar dhe austriak dëshmuan se lidhjet e krijuara tashmë shkojnë përtej një projekti të vetëm. Por momenti që mbeti më i veçantë i kësaj dite ishte një gjest i thjeshtë por plot kuptim. Mes stendave të panairit, kryetari i bashkisë ndaloi pranë nxënësve dhe bleu simbolikisht një qofte të përgatitur prej tyre, duke rikthyer një traditë të vjetër të qytetit. Një veprim i vogël në dukje, por që krijoi një atmosferë të ngrohtë dhe emocionuese, duke afruar edhe më shumë nxënësit me institucionet dhe duke e kthyer këtë ditë në një kujtim të veçantë për të gjithë të pranishmit. Ky aktivitet tregoi qartë se kur bashkohen tradita, arsimi dhe solidariteti, lindin iniciativa që lën gjurmë jo vetëm në shkollë, por në të gjithë komunitetin. Ecime të tjera informacione, Prokuria Speciale e Kosovës ka kërkuar dënim me burgim të përjetshëm për 3 të akuzuarit për sulmin në Banjska. Ata akuzohen për terrorizëm dhe për vepra kundër rendit kushtetues të Kosovës. Sipas prokurorisë, grupi ka vepruar i organizuar me qëllim destabilizimin e veriut të vendit. Prokuria Speciale e Kosovës ka nisur dënimin maksimal me burgim të përjetshëm për 3 të akuzuarit për sulmin armatosur në Banjsk. Ngjarja ndodhur në 24 shtator 2023, e cila rronditi rendin dhe sigurinë në veri të vendit. Të pandehurit akuzohen për terrorizëm dhe për vepra penale kundër rendit kushtetutës së Kosovës. Sipas prokurorit special, ata nuk ndodheshin rastësisht në vendngjarje, siç kanë pretenduar në mbrojtjen e tyre, por ishin pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Prokuria thekson se veprimet e tyre kishin për qëllim aneksimin e pjesës veriore të Kosovës, duke e cilësuar sulmin si të organizuar dhe me motive të qarta destabilizuese. Në seancën gjyqësore, përfaqësuesit ligjor të policëve të plagosur kanë kërkuar gjithashtu dënim maksimal si dhe kompensim financiar për dëmet e shkaktuara gjatë sulmit. Edhe mbrojtja e familjes së rreshterit Afrim Bunjaku i vrarë gjatë ngjarjes është bashkuar me kërkesën për burgim të përjetshëm për të akuzuarit, ndërkohë mbrojtja e të pandehurve pritet paraqisë fjalën përfundimtare në 20 prill, çka do të shënojë dhe përmbylljen e procesit gjyqësor në këtë çështje. Sipas dosjes hetimore, sulmi është organizuar nga një grup i udhëhequr nga ish nënkryetari i listës serbe, ndërsa disa nga anëtarët e tjerë të grupit, përfshirë 42 persona të tjerë, po ndiqen në procedura të ndara pasi ndodhen ende në arrati. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit.
Territori shqiptar për datën 16 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira të dendura dhe rreshje shiu në disa zona, kryesisht në qendër. Paraditja do të jetë kryesisht e vranët, ndërsa në zonat qendrore priten rreshje shiu. Pasditja vijon me mot të vranët dhe intervale të pakta kthjellimesh. Temperatura minimale pritet të zbrezë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 24 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar, rreth 1 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:53 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:28 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 14 deri në 24 gradë Celsius. Kukës, 12 deri në 21 gradë Celsius. Peshkopi, 12 deri në 19 gradë Celsius. Tiranë, 16 deri në 24 gradë Celsius. Durrës, 15 deri në 24 gradë Celsius. Kavaj, 15 deri në 23 gradë Celsius. Elbasan, 16 deri në 24 gradë Celsius. Berat, 15 deri në 24 gradë Celsius. Korç, 9 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë, 15 deri në 24 gradë Celsius. Gjirokastër, 15 deri në 22 gradë Celsius. Sarandë, 17 deri në 24 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 16 prill 2026 do të karakterizohet nga mot i ndryshueshëm me vranësira të pjeshme dhe rreshje shiu në disa zona. Paraditja do të ketë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave, ndërsa pasditja vijon me rreshje lokale shiu. Temperatura minimale pritet të zbrezë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:46 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovica, 10 deri në 20 gradë Celsius. Podujev, 9 deri në 18 gradë Celsius. Skënderaj, 10 deri në 20 gradë Celsius. Pej, 11 deri në 18 gradë Celsius. Prishtinë, 10 deri në 20 gradë Celsius. Gjakov, 12 deri në 22 gradë Celsius. Malishev, 12 deri në 21 gradë Celsius. Gjilan, 10 deri në 19 gradë Celsius. Ferizaj, 11 deri në 19 gradë Celsius. Kaçanik, 10 deri në 19 gradë Celsius. Suharek, 12 deri në 22 gradë Celsius. Prizren, 12 deri në 19 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e Drita Televizion. Bashkë u takofshim në edicionin e ardhshëm.